Ju përshëndes miq, këtu nga Taverna Luna. Vim këtu të sillim urime të bukura me rastin e 13 vjetorit të një bukuroshi i cili quhet Aleksandra. Këtu na ka dërguar krejt familja e tij. Kjo surprizë është e llojit të veçantë. Pse do të thoni ju? Sepse Aleksandro ndodhet në Greqi, ndërsa babi dhe xhaxhi i tij ndodhen këtu. Ata kanë mbledhur disa njerëz dhe po e festojnë. Ne shkojmë t'i çojmë urimet e bukura, të bëhemi të gjithë bashkë për të uruar 13 vjetorin. I urojmë Aleksandros qindra vite gëzoftë mes familjes së tij të mrekullueshme. Shkojmë. Ti nuk më dajnë. Nuk keni filluar rejtë? S'ka ne bërë më të. Jeni mbledhur për të festuar ditëlindjen e Aleksandrës. S'ka më bukur. Edhe 100 vite gëzoftë. A e dini që do kishin shumë dëshirë disa persona tu bashkoheshin në këtë ditë kaq shumë të veçantë, por është e pamundur. Megjithatë, ne po e bëjmë për Aleksandro, edhe pse është lart, do t'i ngjilet një surprizë e bukur në jetën e tij në këtë 13 vjetor. Babi Leti është? Me kënë xhaxha? I shikoj si të me ta. Pse? Emocione apo ja? Janë pa. Janë emocione. Fund emocionet janë. Ke një djalë dhe një vajzë. I pash me jetë dhe me shëndet. Ne këtu kemi një kartonik të bukur që princi ta dëgjojë dhe t'i ngjilet një kujtim. Gëzuar 13 vjetorin Aleksandros i dashur. Sot feston 13 vite jetë, 13 vite buzëqeshje, ëndra dhe hapa të sigurt drejt së ardhmes. Jemi krenarë për djalin e mrekullueshëm që po rritesh çdo ditë. Urojmë që kjo moshë e re të sjellë shëndet të plotë, suksese në shkollë, shokë të mirë dhe zemër të pastër dhe ëndra që bëhen realitet. Me shumë dashuri nga nëna dhe babai, Lali Eraldi, Lali Gjenti, prindrit Leti dhe Katerina, dhe nga motra jote e vogël, Melina, që të do pafund. Qofsh gjithmonë i lumtur zemra jonë. Mbyllet ky dedikim. Duar e qimë në vetë, jam dasna. Gëzuar të gjithë, unë vetëm me babaj dhe me xhaxhin, gëzuar, gjithë të mira, edhe 100 vite gëzoft të djalishuar, jetë dhe shqipë. Po, le t'i ngjilet një kujtim i bukur, në kjo kartolinë, fillove, po. Apro Paola. Si dhe jave? Shumurime për ty, Shumurime për agresi, shumurime për agresi, shumurime për agresi, shumurime për ty. Aleksi nuk e kemi, të t'ja fryje, Paola, Paola. Sa mirë që i mblodhet të gjithë. Ande i bella do të kura dhe dyre dhe i këtej? Pa tjetër, shumë. Edhe në këtë tortë, shikojmë që shkuan ime Aleksandra.
kemi përgatitur një kuti plot me çokolata për t'ia çuar. Edhe ajo kartolin do t'i mbetet kuti. Gjithashtu edhe një tokë, një si ka marrëdhënie për sportin. Ka shumë të mirë. Ka shumë të mirë. Ka shumë. Le të bëjë një futbollist. Edhe duke na qesu. Jeni për mua. Faleminderit shumë. Faleminderit. Një shishe vej dhe nëse këtu mbaroj që nuk nxon, ju mund ta pini andej bashkë me familjarët, ta pini gëzuar dhe me sa të gëzuara gjithmonë. Faleminderit. Bravo Meleko. Happy birthday, Aleksandros. Bravo Meleko. Gjithashtu dhe numri i ditëlindjes, sa ta sajoj. 13 edhe 100 vite gëzo. Gjithë të mira. Shumë faleminderit. A i kemi në linjë? Dali, vero ty bira ty preskuze për. Mund të kesh tani me ne. Hajde se nuk është problem. Jo, veri dy bira ty preskuze. Ulu. Dy çifti. La surprizat. Veri dy bira, veri dy preskuze. E kemi kështu, e kemi gjek, nuk punojmë shumë të tjera, edhe unë. Nuk punojmë shumë të tjera. A i kishim të litërve? Ajo. Të porosi e ka marrë nga prillit e gjëngjurës. Dhe Genti është njeri shumë i përsosur dhe kam respekt të veçantë për babin e gjatin, për mamin kanë bukurien, ndërsa nusen dhe vajzën nuk ta njoh dhe djalin. Gjithashtu them që përderisa jeni kaq i mirë, janë dhe ata kaq shumë të mirë. Kënaqësi që sjellur me të bukura. Nuk shkojnë ta në ata ose ata në ata. Një familje mrekullueshme, keni dhe miq ashtu si jeni vetë të mrekullueshëm, se unë i njoh dhe ruaj respekt të veçantë dhe konsiderat. Dhe surprizat të bukura të keni gjithë një të nduaj. Ju falenderoj jam të Faleminderit shumë.